Mirëmbrëma nderuar shikues, sot jemi në platforma digjitale Okult, këtu në kanalin e YouTube-it të Top Channel, gjithashtu ne jemi dhe në kanalit tonë zyrtar YouTube-it Okult me Alfred Sakon, dhe aty mund të na ndiqni 4 herë në javë, dhe njëkohësisht ata që ende kanë haruar t'i bëjnë subscribe kanalit tonë, një klik dhe ju ndjekim ne, pasaj s'ka nevojë të na ndiqni juve. Para se të fillojmë emisionin, duam të falenderojmë patjetër sponsorët e emisionit, Ujin Spring që buron nga mali në Merçkës, nga burimi i Vrizit, mbi fshatin në Pradhish në Gjirokastër, në lartësinë 2482 metra. Uji Spring do të thotë ekuilibër në trup dhe ekuilibër në mendje. Faleminderit Spring, gjithashtu falenderojmë Elton Ready, kompaninë që monton impjantet e gazit në makinat e benzinës për të gjitha llojet e automjeteve me benzinë, me garanci deri në 5 vite. Ka lloj impjantesh në këto kohë të vështira që po vijnë për naftën dhe benzinën, me këto luftrat e planifikuara postafat për të ngritur çmimet e tyre, i vetmi që nuk ndryshon çmimin dhe që gjithmonë nuk mungon është gazi, sepse tubacionet e tij vijnë nga të gjitha anët. Dhe çmimi dihet që është 3.000 lirë se sa benzina dhe nafta. Elton and Ready ose Elton Ready janë lider në tregun e montimit të impianteve të gazit me eksperiencë më shumë se 20 vite. Ku është e gjeni në Google, por megjithatë s'po ju mundoj në mbikalimi i Fushkrujës, kur vjen nga Vora sa del në rrugën e Shkodrës në krah të majt 100 metra mbi mbikalim. Faleminderit Elton Ready. Sot, si zakonisht ditët e shtuna, jam me të ftuarin ton të zakonshëm, analistin, ndoshta më të mirin ndër shqiptari për çështjet e gjeopolitikës, me mikun tim të vjetër, zotin Ilir Kulla. Ilir, mirëmbrëma dhe mirë se rikthyer në podcasti. Përshëndetje. Okult. Sot Ilir, nuk doja të linim pa diskutuar një çështje që megjithëse është prekur edhe nga mediat e tjera këto ditë, në datën 6-7 korrik, u mbajt samiti i NATO-s në Ankara, ku ai që kishte ftuar të gjithë ishte Erdoğani. Kemi parë që me Stoltenbergun, këto takimet e NATO-s janë bërë çdo një vit me sa mbajmë mend unë, më përpara bëshim vetëm me raste të veçanta, sipas problemeve që kishte në gjeopolitikën botërore, ose kur NATO-ja kishte nevojë për të ristrukturuar, që me Stoltenbergun dhe me Mark Rutten kanë vazhduar këto takimet e përvitshme vjetore. Para këtij takimi ka qenë takimin në Hagë dhe takimin në Francë. Duhet thënë që ky takimi NATO-s është më njëherë mbas takimit që bëri G7 në Francë, ku Macroni kishte ftuar gjithë miqtë e tij, ku ishte edhe presidenti Trump, dhe pas pak kohësh përsëri presidenti Trump vjen një takim po këtë radhë në NATO me 32 antarët e NATO-s. NATO-ja ka, në këndvështrimi që i bëu në makro Ilir, ka 3 faza të organizimit të saj. U krua me njerë si një organizatë mbrojtëse në vitin 49, ku në fillim, domethënë që nga fillimi dhe deri në vitin 92, kur ra Rusia për të cilën, me bllokun komunist për të cilën ish krijuar NATO-ja kryesisht kundër për të balancuar traktatin e Varshavës. Në fakt të dyja ishin për të prodhuar armë dhe për të shitur armë, po njëkohësisht ka qenë dhe konflikti mes dy bloqeve i stisur nga një njëjta që i menaxhonte të dyja krahët, për mendimin tim. Dhe kjo është faza e parë e organizimit të NATO-s, ku ishte me 12 vende në vitin 92. Më pas, nga vitin 92 dhe në vitin 99, që ishte gjysma e fazës së dytë, hyn 4 vende në NATO, filloi ekspansioni i NATO-s, dhe objektivi NATO-s nuk ishte më lufta kundër bllokut komunistik që ishte në fazën e parë, po ishte lufta kundër terrorizmit dhe drogës, dhe deri në vitin 2022 NATO-ja
u shtua me 20 vende të tjera dhe nga 12 u bën 32 vende në fazën e dytë. Mbas fillimit të luftës në Ukrainë, Rusi-Ukrainë, unë mendoj që filloi faza e tretë e NATO-s dhe objektivi tashmë nuk ishin terroristët islamikë kryesisht dhe ata që merreshin me krimin e kontrabandimit dhe shitjes së drogës, por përsëri u kthye Rusia si një armik kryesor për çështjet e sigurisë së NATO-s. Disa ditë para se të fillonte samiti NATO-s, Rusia si një kundërpërgjigje ndaj NATO-s, ku ishte ftuar dhe Ukraina, intensifikoi goditjet e saj dhe në Kiev, në thellësitë të Ukrainës, duke shkatruar baza logjistike dhe sipas deklaratave të rusëve, u goditën këto industritë që merren me prodhime ushtarake apo me studime ushtarake, u goditën trenat e kurudhat dhe sistemi energjetik i vendit, rjeta energjetike për të ndalur prodhimin e energjisë elektrike në vend dhe kështu për të ndalur industrinë ushtarake dhe jetën normale për të dorëzuar Kievin dhe Zelenski. Zelenski mori pjesën në NATO dhe NATO-ja përfundoi me 6 pika të saj. Si e lexon Ilir këtë takimin e NATO-s, kush ishte qëllimi kryesor sipas teje dhe çfarë u arrit dhe si shikon këto balancat e prishura mbas luftës në Iran ku vendet evropiane nuk nduryn midis Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit mbrapa saj dhe vendeve të Bashkimit Evropian dhe çfarë konkluzionesh ke dalë ti mbas këtij takimi, çfarë u arrit? Kush ishte qëllimi kryesor? Shiko Fredi, ti përmend disa pika kyçe në historinë e Aleancës, duke filluar nga themelimi në 49 dhe deri ditët ku jemi sot. Mendoj që nga samiti i Washingtonit në 99-ën, që ishte koha e luftës së Kosovës, në cilën u vendos zgjerimi i Aleancës në lindje. Po mos kishte qenë lufta e Kosovës, në atë kohë vendet kryesore të Aleancës mendonin të inkludonin edhe Rusinë brenda NATO-s, që ose të kujtohet. Ishte lufta e Kosovës që ndau përfundimisht Rusinë nga NATO. Pasi në 94-ën kur bë samitin Itali Berlusconi bashkë me presidentin Clinton, atëherë kishin idenë që ta fusnin edhe Rusinë në këtë aleancën e gjerë, gjithmonë me idenë që do të bëjmë sigurinë e pjesës veriore, të hemisferës veriore të planetit. Mëtej, ngjarjet precipituan njëra pas tjetrës, nëse të kujtohet ngjarjet e Gjeorgjisë, dhe gjithmonë raporti konfliktual mes NATO-s nuk kuptoj këtu edhe futjen brenda BE-s, ka qenë që rusët kërkonin të respektojë marrëveshja e pashkruar, por e dakordsuar që dakord nga samiti i Washingtonit u vendos që të ketë zgjerim të NATO-s me vendet europiane lindore, por jo me vendet e ish Bashkimit Sovjetik. Nuk kuptoj këtu Ukrainë, Gjeorgji e të tjera. Sigurisht, kjo është bërë me administrata të ndryshme. Besoj të kujtohet konferenca e shtypit mes presidentit Bush i dytë dhe presidentit Putin pas konfliktit në Gjeorgji në 2008. Dhe koincidon pikërisht me periudhën që NATO vendosi zgjerimin e vet në Ballkan, ku u futëm ne me atreshin, u fut Kroacia dhe më vonë, vite më vonë, po me tjetër program u fut dhe Maqedonia që pas konfliktit me Greqinë. Ta kuptojnë shqiptarët që s'na ka fut as Berisha, as Rama, as një politikan tjetër në NATO. Donte NATO të zgjerohej pa u zgjeruar. Ta thonë gjithmonë që futëm ne në NATO. NATO. Po këta ta fusin, po. E kam fut me forca.
Edhe pa dëshirën e tyre këta e kanë marrë. Për të shpjeguar, jo, se unë kam qenë këshilltar i sigurisë kombëtare në atë kohë, e di, me presidentin Topi, dhe një nga problemet më të mëdha e kishim që duhet mbushnim zyrat brenda NATO-s dhe nuk dinin anglisht oficerët, duhet i çonin nëpër shkolla që të mësonin dhe mësuan se NATO flet anglisht, nuk flet gjuhë tjetër. Dhe ky summit vjen në një moment shumë interesant. Pse është moment interesant? Dhe prek pika shumë interesante të aleancës. E para, nëse në summitin e 2010-s, 2011-s, u vendos për dy gjëra. Strategjia për sigurinë e hemisferës veriore, ku nuk kupton NATO, Kanada, pra Aleanca Atlantikut, Europa, plus Rusin. Versus Rusi dhe Kinë, se atëherë ka lind kjo gjë, vu në prioritet edhe sigurinë mesdhetare, që koincidon me momentin që fillon pranvera arabe. Mëtej, ne patëm një moment shumë interesant në mandatin e parë të presidentit Trump, i cili këmbgulte duke thënë që nuk mund të funksionojë kjo që donin bënin demokratët, smart defense, pra mbrojtje pa para, etj. Dhe duhet ta kthejmë një pjesë ekonomisë dhe sigurinë duhet ta vëmë prioritet. I ku presidenti Trump, ndodhen ato që ndodhen Covidi, që ishte një moment jo i bukur për botën dhe krijoi shumë probleme të mëdha, pastaj lufta me Rusinë dhe pastaj edhe ngjarjet në Palestinë, dhe kur u kthye presidenti Trump në pushtet para 2 vitesh, gjeti në këtë guzhinën e gatimit ndërkombëtar, gjeti shumë probleme, të cilët një nga një duhet zgjidheshin, ku problemi numër 1 në fakt është raporti mes perëndimit, nuk kupton këtu NATO bëhe, por NATO është perëndimi, dhe BRICS-it. Se de facto BRICS. Se de facto ajo që ndodhi në Iran dhe ajo që ka ndodhur në mes Rusisë dhe Ukrainës është ekspansioni dhe forcimi i BRICS-it, nga pikpamje ekonomike, nga pikpamje ushtarake. Një ditë bukur perëndimi u zgjua dhe kuptoi që nuk është më i fortë i botës, prit se ka bota të fortë tjetër dhe në formën tonë janë alineuar pjesa tjetër e botës. Duke futur këtu, duke inkluduar dhe disa aleat dhe pjesë të botës perëndimore, siç ishte Turqia, Arabia Saudite etj. Dhe presidenti Trump në 2 vitet e para është munduar në mënyrë insistuese të rekuperojë aleatët të cilët humbën besimin të SBA-ja gjatë presidencës Obama dhe presidencës Biden, dhe një ndër aleatët që humbi besimin ishte pikërisht Recep Tayyip Erdogan dhe Turqia, ndaj cilëve u tentua një grup shteti 10 vjet më parë, kur presidenti ishte Obama dhe nën president ishte Bideni, dhe grushi i shtetit nuk kuptonte që kishte brenda agjencitë amerikane. Si janë ushtarakët amerikanë, se nga bazat amerikane dolën avionet që tentuan në grushin e shtetit. Nëse ju kujtohet ju, zonja Yuri Kim, që ka qenë ambasadori këtu te ne, ka qenë numri 3 i ambasadës në Ankara, dhe Erdogani me vetët e dëbuan. Ky Hakan Fidani ka qenë drejtori i shërbimit, që është sot ministri i jashtëm. Kështu që ribërja një samiti kaq të rëndësishëm për kohën, për momentin që po ndodh, që përfshin çështjen e sigurisë energjetike, përfshin luftën me Iranin, përfshin çështjen bërthamore, përfshin marrëdhëniet me Kinën, përfshin luftën në Ukrainë. Kjo të bëjë në Turqi, dhe kjo ka qenë vullnet dhe dëshirë i vjetshëm nga presidenti Trump, i cili jo rastësisht nga Turqia dha lajmin që ne do të heqim të gjitha sanksionet dhe Turqia mund të blej F-35-at që ishin ndaluar, dhe me këtë gjë ne kemi rivendosjen edhe një herë në të njëjtin shtrat dhe në një aleancë të fortë mes SBA-s dhe Turqisë, që kishte shumë vite, të paktën mbi 10 vite që kjo aleancë ishte dobësuar dhe gati ishte prishur, dhe Turqia për herë të parë bën një hap konkret, pra për t'u larguar nga BRICS-i dhe për t'u rikthyer në origjinë në vendin ku i takon, duke konsideruar që Turqia është ushtria numër 2 e NATO-s. Dhe duke patur edhe të drejtën që si numër 2 i NATO-s të ketë edhe rolin e vet në Siri, edhe për shkak se ka ndryshuar regjimi. Kjo shpjegohet edhe me ardhjen e presidentit të Sirisë, Al-Shara, në Ankara.
në çështjen e Iranit, në Kaukaz dhe mbi gjitha në detin e Zi, po edhe në detin Mesdhe. Pse në detin e Zi dhe në detin Mesdhe? Sepse në detin e Zi dhe në detin Mesdhe ndodhen rezervat më të mëdha të gazit dhe të naftës, për cilat ti po flisje kur fillove emisionin duke bërë reklamën e produktit që na ndihmon në këtë Elton Redi. Tani, kush është pika e dytë? Pika e dytë është edhe ajo që shija mbi tort. 5% e GDP-s për mbrojtjen. Që ta kuptoj njerëzit, se mos kujtoj njerëzit. 3.5 duhet të shpenzohen për të blerë pajisje ushtarake në kompanitë mëdha amerikane. Jo kompanitë mëdha amerikane, edhe të mesmet të vogla të ushtarake. Dhe 1.5 duhet të jetë në infrastrukturë. Ky është rregulli. Tani, pse është e rëndësishme kjo gjë? Që ta kuptoj njerëzit, se mos kujtojnë që duhet na fusin amerikanët dorën të xhepit na marrin lekët. Pse është e rëndësishme kjo gjë? Sepse buxheti i SBA-s për NATO, pra buxheti i SBA-s i veti ushtarak, është 1 triliard. Të gjithë këta bashk, përfshi edhe ne, Gjermaninë e tjerë, nuk arrin dot as te gjysma e kësaj që kanë. Pra, nëse sot flasim, themi NATO de facto sot çfarë është? NATO de facto sot është SBA, Turqi, pak Britani edhe pak Francë. Duke konsideruar që 3 nga këto fuqi, SBA-ja, Franca dhe Britania, janë dhe antar të Këshillit të Sigurisë. Ndaj, presidenti Trump thot, unë ju provova në Iran dhe nuk më qëndruat në krah. Ju kam furnizuar sepse unë SBA-ja e kam mbajtur luftën në Ukrainës me para, me armatime, me gjithçka tjerë. Tani, ju vini këtu dhe flisni për një sovranitet që e prish NATO dhe kërkoni sovranitetin evropian. Shumë mirë. Merreni. Po nëse do të qëndrojmë NATO ka rregulla. Dhe rregullat kush është? E para, e gjithat parave, para se të vim te neni 5 që ju kërkoni mbrojtjen time, është kush do paguaj. Nuk mund të vazhdojmë më që të paguajmë vetëm ne, edhe ju t'i bini gjoksit, dhe pastaj na vinë edhe vendet vogla, çka që në rasti Greqisë shkurën, po desh edhe ne, dhe Malizi, dhe Maqedonia, që jemi asgjë. Dhe 1.5 paguajmë të buxhetit. Edhe të na bëni dhe moral mbi rregullat e lojës, kur realisht pa ne ju nuk ekzistoni. Nga kjo pikpamje, unë mendoj që ky është një summit shumë i rëndësishëm. Pse? Sepse vjen pikërisht pas 4 vitesh luftrash nga Ukraina në lindjen e mesme e deri në Gjirin Persik, ku u tregua që nuk pas këshën kështu e vërtet, siç thuaj para 20 vitesh në kohën e asaj që të famshme Smart Defense, që bota është në paqe dhe ne nuk kemi më nevojë për armatime. Që të kemi një ekonomi të fortë, duhet kemi një siguri të fortë. Sigurisht në shkencat e sistemet të sigurisë ndërkombëtare, këto janë gjëra që dihem, por për publikun këto janë gjëra që nuk dishin. Dhe treta, çfarë? Çfarë është NATO? OJF apo organizatë ushtarake dhe politike? Se nëse është OJF, okay, ka OJF sa të duash në botë. Nëse është organizatë ushtarake dhe politike, për shkak të këtij sistemi, zinxhiri i komandos nuk mund të jetë kështu, Fredi, po duhet të jetë kështu. Dhe fillon nga kush? Nga më të fortët, nga ata që kanë më shumë mundësi. Dhe me të drejtë, presidenti Trump thot, ju kërkoni të mbrojeni nga Rusia dhe nga Kina, po kush do t'ju mbrojë nga Rusia dhe nga Kina? Dhe fundit fare, Fred, që ka shumë rëndësi. Nuk di a e ndoqja apo jo, por presidenti Trump i tha kryeministrit të Sirisë që për të gjitha problemet që kemi Izraelin, këtu jam unë. Pra, presidenti Trump i tha pjesës tjetër të aleancës që në marrëdhëniet politike
dhe ushtarake me Izraelin, çdo gjë që do ta konsideronin, do të kalonin nëpërmjet shtëpisë bardhë edhe Amerikës dhe anasjelltas. Sigurisht që ky summit nuk mund të zgjidhë gjitha gjërat për një herë, por çështjet, petët e lakrore, si themin ne edhe nga juglindja e Shqipërisë, i hapi të gjitha një nga një dhe janë aty. U vorrej që pas 2 vizitave që kishte bërë Rute në Shtetet e Bashkuara, kur sidomos para një muaji Trump ishte shumë i nervozuar me qëndrimin për luftën 3 mujore midis Shtetet e Bashkuara dhe Iranit dhe qëndrimin e vendeve evropiane kundër kësaj lufte, sidomos Spanja, për të cilën presidenti Trump u shpreh që mund të ndërpresi gjitha marrëdhëniet tregtare. Madje Spanja nuk mori pjesë në nivel të lartë, në nivel të ulët në takim. Rute u përpoq ta joshte Trumpin, duke thënë që ne po i marrim parasysh ai ti na ke ndihmuar shumë për të ngritur atë nivelin e shpenzimeve dhe për të krijuar ushtrinë evropiane, jeni ju autori që na keni nxitur. Në fund drejtuesit kryesor të vendeve evropiane në takim dolën me përfundimin e pashprehur që sa tjetë Trumpit do të ketë vështirësi në marrëdhëniet midis Shtetet e Bashkuara dhe Evropës në NATO. Trump ju tha që unë mund të heq komandantin suprem, Aleksej Grunkevic, që është për Evropën, dhe vendosni ju dikë tjetër, mund të tërheq edhe 85.000 trupat që kam në Evropë. Dhe kjo rruten në fakt e trambi shumë, por nxori si objektiv para vendeve evropiane që duhet përforcojnë investimet e tyre në logjistikë, në kontroll, që në qoftë se Shtetet e Bashkuara lën fushën poshtë, Evropa duhet ta kap në radhë parë duke rritur shpenzimet dhe duke u përqendruar në të gjitha detyrat që ka NATO-ja. Por në fakt edhe mbas kërcënimeve të Trumpit, sipas këtyre analistëve, thuhet që vetëm 3 shtete kishin kapërcyer 4% në shpenzime në buxhet, kurse shumica e shteteve të tjera nuk kishin kaluar akoma 2.5 në 28-29 shtete, dhe që kështu do të jetë problem i madh. Por unë i lirë nga çka kam dëgjuar dhe lexuar analistët që shikojnë mbrapa perdes, këta mendojnë që një nga arsyet kryesore më të rëndësishme dhe që nuk deklarohet shumë, është që kjo mbledhje hapi rrugën për një luftë mes Izraelit dhe Turqisë. Pse? NATO-ja ka nenin 4 dhe 5 që të gjitha vendet është neni 1 për gjithë për 1. Domethënë, në qoftë se një vend i NATO-s sulmohet nga një vend tjetër, të gjithë ynë dhe mbrojnë këtë vend si një grup i bashkuar. Është neni më duket 4 dhe 5. 4 kërkon konsultimin. Po. Tashi me propozimin e Belgjikës në organizimin e NATO-s, që nuk thuhet shumë ky propozim, u vendos që ky nen të lihet, por me një ndryshim. Në qoftë se një nga vendet e NATO-s bë atë bllokimin që të mos hyrë NATO-ja vetëm për një arsye të caktuar, atëherë NATO-ja nuk mund të ndërhyjë në një konflikt që bën një nga këto vende. Pra duhet që të ndërhyjë NATO-ja, duhet një aprovim total i të gjitha vendeve. Kështu është dhe tani. Po, dhe los Këshilli Atlantik. Dhe kjo, me sa duket, është një bllokim që në rast se hyn Izraeli në luftë me Turqinë, Greqia mund të bërë veton që NATO-ja të mos ndërhyjë në luftë në krah të Turqisë. Dhe në këtë mënyrë Turqia do të lihet përballë Izraelit për të luftuar, dhe njëkohësisht është vendosur që kur hyn në luftë 2 vendet të NATO-s, vendet e tjera nuk përzihen në këtë konflikt. Pra, në rast se Greqia hyn në luftë me Turqinë, vendet e tjera të NATO-s nuk ndërhyjnë në këtë konflikt. Pra, me këto 2 ndryshime, unë mendoj që së shpejti do filloj lufta
Turqi. Dhe gjithë ky takimi NATO-s është një tortë në atë tavolinën e Izraelit që elita botërore ja beri Izraelit dhe qëllimeve të saj për krimin e Izraelit të madh dhe largimin e Turqisë nga fushat e Sirisë dhe për objektivin e madh që kanë këta që të krijohen 3 njësi administrative brenda Turqisë, që unë e kam thënë i pari ndoshta në Shqipëri dhe kam thënë me vite që Turqia të ndahet në 3 pjesë. Në Kurdistan, në Turqi të Zezë me Ankaran dhe Turqia e Bardhë me Stambollin, kryeqytet që do të hyjë në Bashkimin Evropian dhe me duke shtuar sipërfaqen e saj me pjesën turke që ku ka një pjesëmarrje të madhe të popullatave turke dhe nga dali 7 deputet turq në parlamentin grek, që është pjesa lindore e ande Xanthi, Aleksandropoulos, gjitha pjesa ande deri në Adrianopoj, ku është kufiri mes Greqisë dhe Turqisë. Gjithë të vende dhe ishut e do të Kanezit do t'i marrë Turqia e Bardhë, e cila do të marrë gjithë lumi, atë detin Marmara, do ta marrë në kontroll, sepse do ketë territore dhe nga pjesa e Azis, ku janë Izmiri dhe ato vendet një rip të gjatë që do të hyjnë në Bashkimin Evropian. Shiko 50 euro mbrapa artën, shiko 100 euro mbrapa artën, mund ta tregoj dhe tash unë po të duash, edhe e ke të vizatuar euron deri këtu ku them unë në ky territor. Domethënë mbas detit Marmara është me ngjyrosje tjetër dhe ande pasaj ka ngjyrosje tjetër. Sigurisht në këtë lojë të madhe është i përfshirë dhe Erdoani dhe ai e di skemën dhe po bën detyrat e veta ndaj elitës botërore. Erdoan kur është bërë kryeministër në vitin 2000 është thirrur në ambasadën amerikane dhe ka firmosur për këto skema që nuk do t'i kundërshtoj dhe do punoj me elitën botërore për t'i zbatuar këto skema. Dhe kjo e fët 35-ave që do t'i jepet Turqisë, sigurisht do t'i jepen aq sa në fund të mundem prej Izraelit dhe prej Greqisë, prej bashkimit të fuqisë ajrore të dyja shteteve për ta mundur Turqinë dhe për ta falimentuar. Ndoshta mund të ketë edhe ndonjë plan për ndonjë coup d'etat, për ndonjë gru shteti brenda Turqisë, ashtu siç tentuan vitin 2016 për të rrëzuar Erdoanin dhe për të filluar pasaj rebelimin kurd, për të filluar luftën e Izraelit dhe Greqisë për të goditur Turqinë, ku mund të përfshihet dhe Franca në këtë luftë kundër Turqisë me Izraelin dhe Greqinë. Dhe unë e shikoj panoramën të frikshme mbas kësaj, sepse lufta në momentin që do filloj lufta Izrael-Turqi ose Izrael-Greqi dhe Turqi ku Shtetet e Bashkuara mund të rinë në pamje të parë si mbrapa kësaj lufte, në të njëjtën kohë Izraeli që të mos duket si një shtet agresiv përpara gjithë botës me luftrat e veta, për të shkëputur vëmendjen, ajo po armatos serbët në Ballkan me 2 miliard euro gati dhe Republika Srpska. Dhe pse vajti në Republika Srpska Netanyahu? Vajti për të nxitur shpalljen e pavarësisë të Republikës Srpska dhe bashkimin me Serbinë, dhe kjo do të shkaktoj tension dhe luftë në Ballkan. Dhe në këtë mënyrë do të shkëputet vëmendja nga lufta, vetëm nga luftrat e Izraelit, dhe Izraeli do të thotë që kështu lufta është në të gjithë botën dhe ka probleme të mëdha. Kështu që në këtë kuptim, unë këtë summitin e NATO se shikoj një legalizim me ligje të luftës mes Izraelit dhe Turqisë. Këtë konkluzion kam nxjerrë nga ky, të tjerat janë llafe bla 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 bla, siç tha ministri i jashtëm i lituanista, kemi kaluar 2 ditë të kota këtu pa bërë asnjë punë, sepse dhe ai shkreti nuk e ka marrë vesh se çfarë po bëhesh aty dhe pse u mblot natë. Tani Fredi, unë mendoj që për te konspiracionit, që është interesant, duhet lexojmë një nga një ato që ti si gjithmonë hap shumë pet lakrori dhe duhet ti marrim dhe ti analizojmë një nga një. Një konflikt
mes Turqisë dhe Izraelit është i mundshëm, dhe është real. Unë nuk mendoj që është i mundshëm, nuk mendoj që është as real, por një shkëmbim avionësh dhe raketash para zgjedhjeve të shtatorit me Turqinë do të Në Izrael. mes Izraelit dhe Turqisë. Jo, zgjedhjeve në Izrael. Zgjedhjet në Izrael, pra sepse sondazhet e Netanyahu nuk janë të mira, siç ta pata parashikuar, do ta ndihmonin shumë elektoralisht Netanyahu për të fituar, duke mos harruar që vitin që vjen janë zgjedhjet në Turqi për president, dhe një luftë e tillë do ta ndihmonte shumë edhe Erdoganin për të fituar. Pra do të ishte një luftë. Ti thua që Erdogani mund të ketë aspirat të vazhdojë prapë për president? Sigurisht. Unë e di që shumë i smur nga shtylla Kurrizi. Përtek kësaj, Është me kamse. sa të jetë gjallë, po ka shumë vite që, por ai është mirë dhe mendjen e ka, dhe në rast të një palë Sa vjeç është Erdogani i lirë? rreth 70 vjeç. Nuk është 70? Po, Që nga i ri, unë kujtova se ishte afër 80. Është i ri, po ka probleme shëndetësore, po është i ri. Dhe unë mendoj që pra lufta nuk është as e mundshme, as reale, por në kushtet e një interesi genuin për të qëndruar në politikë të dy liderat, edhe mund të toleroni një shkëmbim raketor dhe një ngritje tensionesh në mënyrë që kjo gjë të ndodhe. Por jemi në fushën e konspiracionit, pra reale nuk e gjë. Çfarë ke reale? Si reale ka deklarata. Të mbaroj të lutem. Çfarë ke reale? Reale ke faktin që në bregdetin mes Sirisë, Turqisë, Greqisë, Kipros, Izraelit, Egjiptit, pra në Mezeun Jugor, ke rezervat më të mëdha të naftës dhe të gazit, për cilat po përplasen kanë 15 vjet dhe gjithçka vjen rrotull kësaj gjës. Janë dhe korridoret që përveç korridore ke këtë kontrollin, pra delimitimin detar për cilin flasim ne me Greqinë për 15 vite gjithashtu. Sepse inkludon këtë gjë, pra përfshin këtë interes të madh. Ky interes është real. Në këtë pikpamje, ky interes është real dhe mes Turqisë dhe Greqisë. Por ka një diferencë, Fred. Dhe më lejo të bëj një parashikim. Nëse do të kishim një luftë drejt për drejt mes Turqisë dhe Greqisë, NATO nuk do të ekzistonte më pas kësaj. Mund të do të ketë. Sepse baza e përqendrimit pra të fuqisë të aleancës është pikërisht te kjo gjë. Të vendimarrja e përbashkët dhe shurja e gjithë probleme ndërmjet aleatëve. Pra, nëse do të kishim një luftë mes qoftë edhe një javore, qoftë dy javore, me raketa, me avion, mes Turqisë dhe Izraelit, ne nuk do të kishim prishje të aleancës, sigurisht, prishje stabilitetit, debate politike, etj. Por nëse do të kishim një luftë mes Greqisë dhe Turqisë, përfundimisht do të kishte prishje të aleancës. Po është deri diku reale kjo gjë? Mundet. Unë kam qenë në një darkë para tashmë u bën shumë vite, ku ka qenë edhe Hakan Fidani, që është ministri i jashtëm i sotshëm i Turqisë, ka qenë drejtori i shërbimit informativ të Turqisë, MIT-it, ka qenë edhe drejtori i shërbimit grek, ka qenë koha e Tsiprasit, quhej Yanis, ja harrova tani mbi emrin, ishte eurodeputet politikan socialist e tjerë. Edhe një nga ata njerëzit që ishte me ne, nuk jam i autorizuar t'i them se janë publik, e pyet këtë grekun dhe i thot, por po ju që keni shumë miq me Hakanin, thot. E ke treguar edhe një tjetër. Ata kam treguar edhe një tjetër. Që keni shumë miq me Hakanin, thot. Po ç'nevojë keni që të blini, të harxhoni gjithë ato para për të blerë në ndece. Dhe ai tha, po tha, Hakani është shumë i mirë, tha, është shumë mik i mirë, është shumë burr i mirë, tha. Po një herë ti flasi shefi, tha, këta vynë futen në Athinë, tha. Prandaj unë po të them që është kurse shefi ka një shef tjetër më lart. Jo, që i përshpërit. Këtu ndajemi, Fredi, po secili ka opinionet e vetë, prandaj bën interesant bësh bisedimin tonë. Pa është e mundshme që Izraeli bashkë me Greqinë ta fitojnë ushtarakisht një luftë kundër Turqisë, është e pamundshme.
çfarë mund të arrozoj Turqinë? Edhe këtu tash i vim në teoritë konspirative të tyre. Para samitit NATO-s, Turqia është vizituar 2 herë nga kreu i BlackRockut. Kujt? BlackRockut. Ah. Që është një nga njerëzit më influent të botës. Pse jo, ky Pra, një krizë e mundshme financiare botërore imponuar nga jashtë mund të ndiste tensione sociale të brendshme në Turqi. po të gjitha bashkë do t'ja kombinojnë. Çfarë do lloj lufte jashtme? Nuk jam shumë dakord. Shiko, kanë mbi 25 vite që paralajmërojnë Erdogani Erdogani është akoma aty. S'ka vdekur as politikisht as ushtarakisht. Pse? Sepse Turqia është një vend që ka aplikuar politikë unike për investimet e huaja dhe është një vend shumë i fortë ushtarakisht që ka bërë një industri ushtarake të jashtëzakonshme në më pak se 2 dekada. Na ju them që jemi në variantin e teorisë konspirative. Ky summit është shumë i rëndësishëm, por nëse do të ndodhte kjo gjë, lufta Greqi-Turqi apo Greqi-Izrael-Turqi, ky summit do të ishte edhe summiti i fundit i NATO-s. To është ta. Ilir, të ndrojmë çik temë, po gjithmonë duke qëndruar në gjeopolitik, këto ditë ka pasur një shkëmbim zjarri në kanalin e Ormuzit dhe në këto ishujt jugor në hyrje të Ormuzit, ishujt që zotërohen nga Irani, prej Shtetet e Bashkuara dhe njëkohësisht janë goditur bazat amerikane në Katar dhe në Kuwait nga Irani. Arsyeja sipas shtëpisë bardhë është se Irani ka goditur disa anije të cilat nuk jepnin destinacionin se ku do të çonin naftën, sepse Irani nuk lejon që të kalojnë në Hormuz anije të cilat çojnë naftë në Izrael. Po, duhet kalojnë në Hormuz dhe Bab el Mandeb. Po. Dhe Irani duhet të ketë mundësinë të ndjek me çip se ku shkojnë anijet sipas deklaratave që ata bëjnë. Nëse anijet bëjnë deklarata që do shkojnë do çojnë naftën në Izrael, Irani nuk i lejon dhe i godet. Dhe sipas këtij Muhammad si e kishte ky Zëdhënësit. ai që është në bisedim me negociatori është ky Galibaf. Po. Muhammad Galibaf quhet dhe ky ka deklaruar që ne nuk do lejojmë si më përpara të na marrin në përkembë dhe do të përgjigjemi çdo shkelje të marrëveshjes që është bërë. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara akuzojnë Iranin që ka sulmuar anije private dhe ka vrarë marinar të anijeve private, tregtare, dhe është kundër përgjigjur me goditje ndaj atyre bazave ushtarake në ato ishujt, dhe Irani pastaj është kundër përgjigjur, siç e thash, duke goditur bazat amerikane në Kuwait dhe në Katar. Trumpi deklaroi që kjo nuk është një luftë, por mund të jetë dhe një luftë, tha, domethënë dhajnë përgjigje evazive atje në Ankara, në summitin e NATO-s, po nga bordi i avionit e bëri këtë deklarat, dhe tha pasaj që ne kemi arritur që ta dobësojmë shumë ushtarakisht Iranin me luftën tonë, ne kemi fituar luftën, Irani nuk do të ketë kur një bombë bërthamore. Si e mendon ti, si do të jetë e ardhmja e kësaj marrëveshje mirë kuptimi që bën në Shtetet e Bashkuara me Spari në Vjenë, Spari nuk në Zvicër, më fal, me Spari Iranianët. Ne nuk kemi një marrëveshje sepse Po, nuk është marrëveshje. Marrëveshje janë vetëm ato që në shkruan. Po. Më lejo të kujtoj këtu. Memorandum mirë kuptimi. Po, aty kemi një marrë vesh për të marrë vesh. Po, marrëveshje s'kemi. Kjo më kujton ato të famshme në marrëveshje të Orit para 3 vitesh që thonin këta mes Vučićit dhe Albin Kurtit. Një marrëveshje që s'u nënshkrua asnjëherë dhe unë kam thënë që atë natë s'ka marrëveshje. Kjo duket qartë që s'ka marrëveshje se s'ka as dokument shkruar dhe as shëngim durash për Orin. Edhe këtu nuk ka marrëveshje. Këtu ka një përpjekje për pasur një marrëveshje
për të marrë vesh që të kenë një marrëveshje. Kemi ende larg. Dhe kjo është herë e tretë, 2 herët e para ka përfunduar me luftë dhe me shumë gjasa dhe herë e tretë, pasi të kalojnë 60 ditë, mund të kemi një rikthim të luftës, sepse një rikthim i kësaj lufte do të ndihmonte Netanyahu, siç thash, për të fituar zgjedhjet. Si e lexoj unë? Unë e lexoj kështu që me ardhjen e presidentit Trump në Turqi, në avionin Air Force One, në një vend kufitar shumë të rëndësishëm me Iranin, amerikanët duhet t'i lçonin një sinjal Iranit që ne vazhdojmë jemi fuqia e parë e botës. Ne nuk duam të humbim aleatët që janë me ne, po që një tjetër kohë kanë marrëdhënie të mira edhe me ju si Turqia apo Pakistani. Por për ne rifillimi i luftës është vetëm një çështje trokitje gishtësh. Edhe në fakt, 2 ditët që ishte presidenti Trump, ndodhen këto ngjarje që ju sapo përmendët. Dhe me largimin e presidentit Trump dhe rikthimin e SBA, edhe u qetësua gjëja. Nëse do të gjenim apo jo sebebe për të rifilluar luftë në Hormuz apo Bab el Mandeb, gjem për ditë. Ka problem është situata. Sigurisht që kjo luftë e këtyre 3 muajve ka vënë në tryezë shumë faktorë cilët nuk mendoheshin më se do të ndodhin. Siç është siguria energjetike, siguria e transportit ajror, siguria e transportit ishte edhe një pikat dhe Franca me Anglinë në summitin e Stambollit do angazhohen për çminimin e zonës kanalit. Po nuk është kaq e thjeshtë. Unë për shembull kam vajtur në Francë, kam shkuar të shoh një nga këto kantiere detare që ka Franca, sepse është një punë shumë teknike që është shumë e vështirë ta bësh. Aktualisht, nëse Franca dhe Britania do të angazhoheshin në një program të tillë, po fut këtu dhe Italinë, që ka një kantier shumë interesant në La Spezia që mund të bëjnë, sepse duhen prodhuar teknologji të reja me inteligjencë artificiale, me dron detar, cilët sot për sot mund t'i prodhoj vetëm një kompani në botë, që është MBDA-ja, me prodhuesi të trefisht britanike, italiane edhe franceze, pjesë e grupit Leonardo gjithashtu. Jo rastisht CEO i MBDA su emëruar CEO i grupit Leonardo tani, para 2 muajsh. Sepse kjo gjë do të përfshinte jo vetëm një rritje të buxheteve konkretisht për këtë gjë dhe impenjimin dhe angazhimin në një projekt të ri, po do të përfshinte edhe një ndryshim teknologjik historik nga pikpamja e mbrojtjes detare dhe sigurisë detare në botë. Që edhe nëse ndodh nuk është kaq e shpejtë. E dyta është që ne nuk dim teknologjikisht sa përpara ka vajt Irani me ndihmën e Kinës nga kjo pikpamje. Ne u zbuluam një ditë, u çuam një ditë, të gjithë mendonin që kjo do ishte pamundshme dhe zbuluam që Irani, pas ka të gjithë mundësinë teknologjike, ta bllokojë Hormuzin. Dhe nuk mjafton 2 flotat më të mëdha botërore, që është amerikane dhe britanike, për të bërë këtë gjë. Dhe këtë na e tregoi lufta. Kështu që unë më shumë do ta shikoja si një refleksion të një pauze të luftës, sepse seanca tjetër e luftës mund të jetë shumë shpejt. Por unë mendoj se kësaj radhe amerikanët kanë vënë mend nga 3 muajt e luftës dhe me siguri nuk do të bëjnë më gabimet e mëparshme. Pra duhet të ndryshojnë të gjithë strategjinë e luftës. Por a do të ndodhte kjo gjë nëse do të ndodhte ajo që thamë më përpara, pra një luftë mes Izraelit dhe Turqisë dhe Greqisë? Jo, sepse atëherë aleatët e Iranit do të ishin pikërisht Pakistani dhe Arabia Saudite dhe ka bërë Turqia, edhe Turqia kanë rrethuar Izraelin. Dhe është Egjipti. Dhe SBA-ja, Egjipti e ka mbajtur vetën anash. Dhe SBA-ja duhet të vendosë me cilëve aleat do të merrte pjesë. Janë dhe vendet e Magrebit, janë kundër Izraelit. Janë larg një marrëveshje mirë kuptimi me Turqinë. Po flasim për vendet që janë afër Libia, po.
Shiko, po flasim për vende që kanë ushtrit mirëfill të shtet fort etj. Dakor, po mund të ndihmojnë me ekonomi ato me Shiko Fredi, ma hap edhe një herë lojën. Më riktheti ku isha. Jo, dakor. Dëshiroj të them që unë mendoj që prioriteti në këtë moment është ekonomia. A është e mundshme të kemi një rikthim të luftës? Po. Dhe ky ishte sinjali që amerikanët dhanë me vizitën e presidentit Trump në Turqi, duke thënë fshinjit Iran, ne këtu jemi, mund të rifillojmë prapë këtë gjë. Kështu që mendoj që mesazhi i tillë është dhënë në rreshtat edhe Rusisë. Unë mendoj mbas zgjedhjeve në Amerikë do rifilloj lufta me Iranin në dimër. Kështu e mendoj. Tashi edhe një pyetje tjetër në lidhje me situatën në frontin e Ukrainës, Zelenski mori pjesë në takimet e kortezisë, jo në takimin zyrtar, sepse Ukraina nuk është në NATO, në Ankara dhe aty deklaruan që Ukraina ka ngritur një industri dhe teknologji të avancuar për prodhimin e mbrojtjes ajrore me raketat të ngjashme me raketat Patriot, por me pak ndryshime, po me ndihmën e perëndimit. Gjithashtu arrit që të bëhej një deklarat nga vendet e NATO-s që secili vend do angazhohej për të dhënë kontributet e veta financiare nga 32 vendet e NATO-s në një shumë totale për 70 miliard dollarësh, ku 30 do t'jenë nga një porç që i kanë dhënë bankat evropiane Ukrainës dhe prej 90 miliard dollarësh, 30 do t'ishin nga kjo 90 e borxhit dhe 40 të tjera do t'ishin nga 32 vendet e NATO-s. Nuk e di Shqipëria çfarë angazhimi ka marrë në këtë 40 miliard dollar, sa ndihmë mund t'jap, dhe a e ka emrin Shqipëria apo jo, nuk e di, s'ka mundur t'i gjej dot materiale për këtë. Dhe ndërkohë njerëzit që janë këshilltar të Putinit për çështjen e luftës dhe sigurisë bërthamore kanë deklaruar që në opsionin e Putinit është dhe opsioni i goditjeve bërthamore, sidomos në 2 vende deklaroi ai, kundër Gjermanisë dhe Finlandës, por njëkohësisht në diskutimet dhe retorikën e Moskës po përfshihet gjithnjë një analizë dhe mlef për mbrapavijat e furnizimeve ushtarake të Ukrainës që vijnë nga Polonia, madje dhe shumë fabrika në Poloni të ngritura nga perëndimorët për prodhimin e dronëve të cilat sulmojnë në thellësi objekte shpeshherë civile të Rusisë, duke goditur për autostrada, makina civile, duke goditur shkolla. Ndërkohë Starmeri gjithashtu deklaroi. Kush? Starmer. Fredi, unë të di njëri serioz më burtë, që ai është kryeministri i gjashtë i Britanisë që ikën nga lufta në Rusi. Mirë, dakor, po te deklaroi që tash ka një gjë konkrete. 40 miliardë do prodhojmë raketa shumë precise. Isha në Londër, më Fredi, nuk kanë më. Tash duhet ta zdjek e parë. Gënjejnë ata që thonë. Po mashtrime publike, Fredi. Zdjek e parë, para dje ishin. Dje ishte në Euronews në Lviv. Njerëzit civil u rrethuan dhe po rrifnin ushtarët Ukrainës, sepse po merrnin me forcën ushtar për të çuar shërbim. Me pemë video. E kthyen kamion. Se kam parë. Ku ishte kjo? Në Lviv. Në Lviv, në Poloni. Lviv në Ukrainë. Në pjesën perëndimore të Ukrainës kufi me Poloninë. Dhe civilët kishin vajtur civilët hapën ushtarët që merrnin një civil për në ushtri. Për reklut në ushtri. Po. Pra problemi real që ka është, ta zëm se do jepet 90 miliardë. Ti sa zgjat. Ka ushtar Ukrainë. E di ti sa zgjat për tek sajt, po them krizën e brendshme. Di ti sa zgjat Ukrainës 90 miliardë që edhe sikur ti jepet, sa ditë luftë mund të bëj Ukraina me 90 miliardë? 3 muaj, 90 ditë. Një nga problemet kryesore që ta kanë me Ukrainën është që e morën qafë Ukrainën duke futur në luftë dhe e lanë aty në Luc. Sepse lufta ka kosto. Çdo lloj gjëje, edhe këto lufta hibride, edhe këto raketat që mund të çojnë, edhe këto dronët që mund të çojnë, janë probleme, janë si pickimet e mushkojnës për një fuqi të madhe si Rusia. Është si të
të bëj Venezuela kundër SBA-s. Po ndërkohë edhe Rusia ka ngecur, nuk po merr dot ato qytetet, ato qytetet e vogla ka Rusia objektivat e vetë ushtarak nga fillimi i ka mbritur detin në jug edhe lindjen. Rusia marrëveshje me presidentin Trump dhe me presidentin Putin e bëri në samitin e Alaskës. Problemi është çfarë do bëhet me Ukrainën. Dhe këta, Fredi, prandaj them janë mashtrues. E pyeti Trumpi, a do shkosh në Moskë të nënshkruash marrëveshje i tha Zelenski? Kanë premtuar Ukrainës. Po diskutohet me para një viti diskutohesha marrëveshje paqe, tash nuk diskutohet. Ta i kanë premtuar Ukrainës, nuk do Rusia të bëjë marrëveshje me Ukrainën, dhe unë po të isha menduar se nuk do të bëja marrëveshje me Ukrainën. Këta i kanë premtuar Ukrainës. Kanë filluar ta quajnë terrorist Zelenskin. Këta i kanë premtuar Ukrainës që do t'i bënin antarësim të shpejt në BE. Dëgjove më fjalën antarësim i shpejt i Ukrainës? Jo. Pra nuk diskutohet më për zgjerim të NATO-s në Ukrainë, por nuk diskutohet më as për antarësim të shpejt. Po ty s'mund të flitesh për BE-n në kalenda greke. Dhe me që më përmendë Britaninë, britanikët kanë bërë gati një kandidat për president, Zalushnin, që ishte shef shtabi, që e hoqi Zelenski shumë gabimisht në mes luftës, një heroj i popullit Ukrainës, ortodoks, se Zelenski është, ti di, është hebre Ukrainës, është minoritet nga kjo pikpamje. Quish. Dhe s'ka e brenja atje fare. Quish. Dhe Ukraina do duhet shumë shpejt të hyjë në një proces zgjedhor. Pra, këta përpiqen nëpërmjet këtyre manovrave të japin oksigjen politik zotit Zelenski. Në mënyrë që të mos humb, sepse po humbi, ai mirë që s'do jetë më president, por rrezikon burgun ose në gjë tjetër më rënd. Dhe këtu qëndron gjithë problemi, që këta e morën në qafë edhe Ukrainën duke u thënë futur luftë dhe e lanë aty, edhe Zelenski duke i thënë futur luftë dhe do hysh në historinë e botës aty, dhe këta mirë që humbën lindjen edhe jugun, por problemi është se rrezikojnë të humbasin dhe gjëra tjetër. Dhe në këtë moment janë duke i thënë Zelenskit me ti kam do t'i jap. Dhe ki parasysh që hym në vitin e 5 të luftës në Ukrainë. Ekonomikisht, kjo për Ukrainën do thot një dizastër, një shkatërim i jashtëzakonshëm. Pa përmendur këtu skandalet e korrupsionit që po kanë ngërryer administratën e Zelenskit nga brenda, shefi njeriu bashkëpunëtori më i afërt i tij, shefi kabinetit që është marrë nga prokuroria e posaçme në disa hetime dhe ai për të mos u arrestuar shkoi dhe u vendos në front lindor që të bëj luftë. Pse? Sepse aja gjithë problemit të luftës, dhe ja tha presidenti Trump, tha, tha, ti do patriot, tha, se ankohesh që s'jap patriot, unë do t'jap teknologjinë, bëje patriotin për të. Aja i problemit është ku do gjenë luftarët. Dhe po ta shohësh në disa rrjete Telegram, media, po unë e pas Euronews, sot është hapur rrugë faktit që civilët po kundërshtojnë ushtarakët që ja marrin me forcë rinin për ta çuar në front të luftës. Pra, njerëzit po kërkojnë një rrugdalje nga lufta, qoftë edhe me një paqe ose me një marrëveshje afatgjatë. Pse? Sepse e kanë kuptuar që nga perëndimi i thon, hesni përpara, se do vim ne nga mbrapa, dhe ndërkohë nga mbrapa nuk ka asgjë. Nëse në majin e 2022-shit, pra 3 muaj pasi filloi lufta, do t'ishte bërë marrëveshja e Stambollit që negocionte presidenti Erdogan. Dhe Zelenski nuk do t'i bindej Johnsonit, ish kryeministit britanik. I tha, s'ka problem ose në shkruaj se do të ndihmojmë ne ushtarakisht. Sot gjërat do ishin shumë ndryshe. Kjo është arsye pse ka ngrënë kokën 5 kryeministrave të Britanisë në 4 vjet kjo luftë. Sepse të gjitha qëllimet strategjike, objektive që u vënë, nuk janë mbërritur. Ndërkohë, nuk ndodhi as shpërbërja e Rusisë nga brenda si shpresonin këta, as shkatrimi i ekonomisë ruse, as shkatrimi i rublës, as vdekje e Putinit, as gjë nga këto. Murja bënë në shi 30 dora. Tani, në këtë pikpamje, presidenti Trump dhe aleanca sot është më realiste se kur. Pse? Sepse
duke qenë që dy fuqit kryesore, cilat janë SBA-ja dhe Turqia, që është kufi me Rusin, e bëjnë të qartë leximin. Dhe leximi është që si në rastin e Iranit, pa ta thënë duhen paktën 1 milion ushtarë që të futen në Iran për të rrezuar regjimin, edhe këtu duhet NATO të nxjerrë ose BE-ja bashkë me NATO e tjerë. Para 90 miliardë janë asgjë, domethënë duhet paktën 1 miliard për bërë një luftë. 70 miliardë. Okej. E dyta, duhen ta thash, të paktën 1 milion ushtarë. Një në i vend BE-si që mund të bëjë gati 100.000 ushtarë sot? Gjithë bashkë? Pra ky është problemi kryesor. Dhe mendoj që duhet folur me realizëm dhe jo me tifozllëk për këto gjëra. Po, mirë, edhe nga regjia po më bëjnë shenjë lirë që duhet ta mbyllim pse jemi në fund në limitet e kohës. Të falenderoj për bisedën. Të nderuar shikues, ishim sot me Ilir Kullën këtu në një analizë për gjeopolitikën. Nga Unar Fecako, natën e mirë dhe miropafshim.